Një deklarate vjetër e këngëtarit të njohur Luiz Eili e bërë gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë e Big Brother VIP Albania është rikthyer sërish në vëmendjen e rrjeteve sociale. Fansat kanë risjell në kujtes një moment plot humor ku Luizi foli për atë që, sipas tij, lëndon më shumë një femër se sa tregtia. Si gjithmonë me stilin e tij të veçantë dhe mënyrën plot energji për të trajtuar edhe temat më delikate, Luizi arriti të bëjë publikun të qesh dhe të reflektojë njëkohësisht. Gjatë një bisede të lirshme në shtëpi, Luizi u shpreh: "Dy gjëra e therin femrën më shumë se tradhtia. Kjo një, se edhe tradhtinë e falin. Edhe atë moment që se durojnë, është kur janë në një dyqan këpucësh. Ka zgjedhur këpucët që i pëlqen dhe shkon e i thot shitëses, a ke numër më të vogël? Dhe i thot jo." Me këtë deklarat, ai arriti të shpallos anën e tij komike, duke i kthyer një situatë të zakonshme të përditshme në një batutë që sot citohet si një nga më të bukurat e tij. Në pamje të parë, fjalia mund të duket thjesht si një shaka, por ajo në fakt tregon mënyrën e veçantë të Luizit për të parë jetën. Ai ka ditur gjithmonë të ndërthur humorin me realitetin, duke treguar se ndonjëherë zhgënjimet më të mëdha nuk vijnë nga tradhtit, por nga momentet e vogla që na prekin emocionalisht. Pikërisht kjo qasje është ajo që e ka bërë atë të dashur për publikun dhe e ka dalluar nga shumë personazhe të tjerë televiziv. Kjo deklarat, e bërë më shumë se 2 vite më parë, është rikujtuar nga fansat për të treguar jo vetëm sensin e hollë të humorit të Luizit, por edhe mënyrën e tij të mençur për t'i dhënë rëndësi detajeve të jetës së përditshme. Shumë ndjekës kanë komentuar se vetëm Luizi mund ta thotë një gjë të tillë me kaq sharm dhe t'i bëjë të gjithë të qeshin. Në rrjetet sociale, videoja e atij momenti është përdar sërish, duke rikthyer kujtimet e periudhës kur ai ishte banori më i komentuar i BBV. Sot, pas daljes nga shtëpia dhe ndërtimit të një karriere të qëndrueshme, kjo batutë e vogël mbetet një dëshmi e karizmës që e karakterizon Luizin. Ai ka treguar se di ta ruaj lidhjen me publikun jo vetëm përmes muzikës dhe projekteve të tij, por edhe përmes kujtimeve dhe humorit që ka ndarë me shqiptarët. Dhe ndoshta, për shumë njerëz, kjo deklarat është një arsye më shumë pse Luizi vazhdon të mbetet një nga figurat më të dashura dhe më të përfolura në skenën shqiptare.